Melian Trump, presidenti tha që ja ka bo me sy dhe ja ka qu vetlen. Ja ka qu vetlen në një moment delikat dhe kërcial për Kosovën, dërsa pas soj shkrepje sporadike të syrit godet presidenti Thaçi, ku e përshëndet gruan e Trumpit me kengen, prej Parisit til shova syt, kur ta posh synin të ma livrit, me korrigjim krejt kum habit. Vazhdoj me lajmet e radhës. Një lajm mjaft interesant. Kosovarët nuk po mujnë me dalë për jashta se jenë bon kaps. Shkaktari i kapsit është liberalizimi i vizave. Burimet e tona nga Brukseli bejnë të ditur se shtyhet liberalizimi i vizave deri ka fundi i kismetit vitit tarshëm. Ndërsa Ministrja e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha në një konferencë për shtyp lidhur me vizat deklaroi: "Çka mu keni tek me këto vizat i madh i vogël, viza. Unë për veti s'po kam e lema për juve." Vazhdoj me një lajm nga Shqipëria dhe Maqedonia. Policia kufitare shqiptare bën të ditur se me datën 11/11/2018, rreth orës 2 të mesnatës, një person i gjenis mashkull me shami dhe i shmikun me lajner dhe me ndimia afërsisht të dimenzioneve 11 metra gjatësi dhe 3 metra gjërësi ka kaluar kufijin Maqedoni-Shqipëri në drejtim të Hungarisë. Bëhet të ditur si ky person ishte Bëhet të ditur se ky person ishte Naile Grujevski, Nikola Grujevski. Vazhdoj me një lajm interesant. Ky lajm nuk ka të bëj as me shkembim territorësh, nuk ka të bëj as me korrigjim, po ka të bëj tipik me ndarje. Mimoza Shkodra pas ndarjes nga Seldi reagon ashpër rreth shiut në Shkodër me kengen: "Mendova se po binte shi, po ato ishin lotë e mi." Po, ja. Shikues të nderuar, regjia më bën me dije se në këto momente kemi një linje drejt për drejt nga stadiumi Fadil Vokri, ku po zhvillohet ndeshja e madhe mes Kosovës dhe Azerbejxhanit. Atu e kemi korrespondenten apo korrespondenten tonë. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Faleminderit shumë. Vazhdojmë me dua trokitje sepse në dua trokitjet e juaja zonja zotri, mysafit të nderuar, i ftoi Tukulukat. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po japim lajmet. Lajmet e orës edhe 15 në qyshk të pejes pak pahin Zahaq. Lajmet nga vendi, rajoni, Ballkani dhe terasa e shtëpisë. Ne si televizion prej datës në 15 nëntor jemi përgatit për lajmet dimërore, sepse lajmet i kemi pajisur me zinxhir dhe me gumat e dimnit, me qëllim që mos na ershasin lajmet. Kështu që pajisni edhe ju dhe pini çaj kamomil për një lajm të shëndosh. Ne si televizion tani kemi hapur dhe 2 kanalet e reja, kanalizimin e ujrave të zeza dhe kanalin e YouTube-s. Po ashtu televizionin ton mund ta gjeni edhe në Valë të Gjata, Elvana Gjata me kom të gata se të prejnë si shpota e të ban Mishe Lakna FM Stereo. Po ashtu televizioni janë ban edhe me Baskinjeviq me ditë për mas me jashti. Këto lajme vlejnë për të gjithë ata pleqë dhe plakas që thujnë shuni se janisen. Me ju sonte unë Rakateli i Sames. Vazhdoj me një lajmë që po ban bam e bim e Serbin që tash për një me 100% po jashtim. Ku e gjithë Kosova këto dit ishte Black Friday, ndërsa na Serbisja kemi bon Block Tax Friday 100% me mundësit vazhdimit e tjera me tjera.
Dhe pas kësaj takse, ne preferojmë që të kontribuani dhe të zhvilloni produktet vendore. Vazhdoj me lajmet. Vazhdoj me një lajm nga Franca e epërme. Presidenti i Republikës së Kosovës Korrigjim Thaçi, gjatë qëndrimit që pati në Francë zhvilloi 3 takime të rëndësishme, një takim Trumpinor, një takim Putinor dhe një takim Merkelor, si dhe një takim të msheft në orët e vona të natës, takim sy me sy, hun me hun, goj me goj, shpin me shpin, bark me bark me atë fisnike në Donald Trumpit. Dërsa, si pas media francese, Gijon, Sofolon, Golan, Vlan, Gilion, Melian Trump, presidenti tha që ja ka bo me sy dhe ja ka qu vetlen. Në një Ja ka që vetëllën në një moment delikat dhe kërcial për Kosovën, dërsa pas soj shkrepje sporadike të syrit godet presidenti Thaçi, ku e përshëndet gruan e Trumpit me kengen, prej Parisit til shova syt, kur ta posh synin të ma livrit me korrigjim krejt kum habit.